Pas ditën e së premtes, një avion i kompanisë Swiftair, që operohej nga Swiftair Hellas në linjën Tiranë-Atinë, ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe pasagerëve të apasionuar pas fluturimeve për shkak të një sjelljeje të pazakontë në ajër. Sipas të dhënave të aplikacionit Flyradar 24, avioni i tipit Embraer EMB 120 FC, Brazilia me numër regjistrimi SZAQM, pasi u ngrit nga aeroporti i Rinasit, kriju disa manovra të çuditshme në qiell mbi kryeqytet për të kapur lartësinë përpara se të merrte kursin normal drejt Athinës. Nga gjurmët e fluturimit të shfaqura në hartë, duhet qartë se avioni ka bërë disa kthesa të forta dhe zigzake mbi zonën e Kasharit dhe më pas ka vjuar lëvizjet jo të drejta, ecë në drejtim të jugut të vendit. Ky detaj ngre pyetje mbi shkakun e këtyre manovrave pasi në rastet normale avionët pas ngritjes ndjekin një korridor të drejt për drejt fluturimi. Ekspertët e aviacionit theksojnë se lëvizje të tilla mund të ndodhin për disa arsye: korrigjimi i kursit për shkak të trafikut ajror në zonë, shmangje, turbulencave apo kushteve të paqëndrueshme atmosferike, testime teknike pas ngritjes, ose edhe udhëzime nga kontrolli i trafikut ajror për të siguruar distancën e sigurt mes avionëve. Në këtë rast, nuk raportohet për ndonjë emergjencë pasi avioni ka arritur lartësinë prej 5.364 metrash dhe po udhëton me një shpejtësi të qëndrueshme prej 432 km/h. Sipas sistemit të ndjekjes në kohë reale, aktualisht fluturimi po vjen normalisht dhe pritet të ulet në Athinë pas rreth një ore. Megjithatë, pamjet e shfaqura kanë ngritur diskutime mes qytetarëve të cilët janë mësuar të shohin një trajektore më të rregullt të avionëve mbi qiellin e Tiranës. Çfarëdo qoftë arsyeja, ngjarja mbetet një kujtesë në aviacion. Çdo lëvizje, edhe ajo që duket e çuditshme për syrin e jashtëm, shpesh është pjesë e masave të sigurisë.